dhënje. Edhe tha shumë mirë, tha, tipet që ndoshta na del kundra dhe hapi mohabetin që ju të dyja jeni qa jeni, pse ju nuk po bëni, dhe thash, unë e kam thënë dhe në vendet të tjera, që unë me Gretën nuk do ta bëja dot kurrë një lojë, sepse Greta ka sjelljen e saj dhe unë kam sjelljen time. Unë dhe atë ditë që unë jam çull dhe kam thënë do ikë dhe ti ke reaguar. Po sipas tyre nuk ke reaguar se duhet reagoje, unë nuk kisha. Po bëja drama. Faleminderit, unë nuk e kam fare problem. Edhe atë ditë që tha Greta ty s'të do në lojë siç e don ti, i thash, "O Miri, unë kam sjelljen time këtu brenda." Unë edhe Joni im kishte ardhur këtu, unë do bëja lojën time, mënyrën time si e ndjej unë. Kur të dua unë të tërheq, kur të dua unë të largoj, kur të dua unë të përdor është puna ime. Ama lojën e pisët që po bëj ndoshta me Lornën, me Gretën s'do ta bëja në këtë mënyrë kam thënë. Unë duhet të jemi të dyja këtu. Bravo, pra. Përballë njëra tjetrës edhe gjithë këtu. Super, dhe unë jam shumë okay. Nuk më vjen fare. Edhe pse jemi kundërshtar, bravo, nuk më vjen prap si prap, domethënë do t'jap vlera si femër. Më mirë me mua se sa ku di unë. Mateo, kokë me mua, nuk më intereson fare. Dhe unë i kam thënë ajo, janë mendimet e saja, as nuk i ndërhy, as nuk i them pse unë po bëj një gjë, çon dhe largohem, sepse nuk më vjen mirë kur e dëgjoj që debaton, nuk më vjen mirë se unë të ndjenjat e mia, jo se nuk vjen mirë pse Greta po e bën.